A morim pjesë nesër? Ne nuk morim pjesë nesër, sepse përgjigjen tonë e ka morë në letrën e parë, kur është ftu për takim. Nuk mund të trajtohet zgjedhja kryetarit të kuvendit çështje procedurale. Konstituimi i kësaj legislaturës 9 të Kuvendit Republikës, tashmë në pikën kur partia e parë e ka të drejtë fitume për propozimin. Si drejtë fitume këtë propozim e ka bo, dhe po aq është e rëndësishme, ose ma shumë e rëndësishme përveç propozimit me punu me zgjedh kryetarin e Kuvendit. Për mu zgjedh, do të me bo marrëveshje politike. Albin Kurti ka folë për 3 nën kryetar. Pra, po e gjunë topin që problemi nuk do t'jetë veç të kryetari, dhe të nën kryetarët. Po kjo është ajo që neve na tregon në radhë parë, që pse do të me bisedu për të drejten e fitume. 3 partitë e para i morin nën kryetarin të përfshi vetë vendosin si e para. Ndërsa 2 vendet nën kryetarëve i kanë minoritetet. Pse do të për çështje të fitume me bisedu, me diskutu me dikend, e para. E dyta, ma pak e rëndësishme është kryetari i Kuvendit është figurë politike propozuar nga partia e parë, dhe partia e parë ka obligim me punu në ndërtu një marrëveshje politike, një angazhim politik, sepse zgjedhja është ajo që i jep rëndësi. E dyta, ma pak e rëndësishme pra po them, ka të bëj që këtë raport kush zum nuk ka drejt me bas kush. Sepse nëse thuhet, bisedojmë për kryetarin, sepse në 3 nën kryetar, është çështje e një raporti të ri të palajmëruar që do të kushtohet votimi për nën kryetar. Çështje ke tjetër. Faktë është që legislatura nuk llogaritet e konstituume, pa u zgjedh edhe nën kryetarët. Zotëri Azili, mund të konsiderohet që numrat për nën kryetar ekzistojnë? Sepse minoritetet mund të votojnë në blok, pra lista serbe mund të votojë për çështjen e nën kryetarëve, sepse ka edhe të vetin aty, apo në mesin e minoriteteve. Pra i bie që nën kryetarët duke u votuar në blok, i bie që lista serbe ka me qu dorën për me votu të vetin. Përkatësisht ka me votu edhe një të vetëvendosjes, ka me votu edhe të një të LDK-s, edhe një të PD-k-s, kretë nën kryetarët. Apo, janë gjartë 2 vota. Tash i bjen që votat janë për mi votu nën kryetarët. Ky do duhet me zgjedh votat për kryetar. Kjo është e vërtet. 5 propozimet që vinë nga 5 grupet politike e konstituojnë kryesinë e Kuvendit. Dhe nuk quhet e konstituume kjo legislaturë nëse nuk zgjidhet kryesia e Kuvendit. Kryetari do të jetë prapë pa mjaftueshëm, kjo kuptohet, por natyrshëm angazhimi politik do duhet tek partia e parë për të siguruar votat mjaftueshme për kryetarin e Kuvendit. Këto po mungon.